Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë vendgrumbullimin e mbetjeve urbane në laqen Myq Mamës në Kukës. Flakët janë përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe, ndërsa shtollungat e tymit kanë mbuluar qytetin e Kukësit dhe rrethinat. Zjarri është përhapur me shpejtësi për shkak të erës së fortë dhe materialeve të hedhura, ndërsa prefekti i qarkut Kukës, Dritan Baji, bën me dije se deri tani nuk ka rrezik për përhapjen e flakëve në zonat e afërta pyjore. Kjo vatër zjarri është aktivizuar dje rreth orës 22:30 mbrëmjes, ka gjithë natën që forcat e zjarrfikseve kanë punu dhe aktualisht zjarri është në kontroll. Nuk ka rrezik për momentin të përhapet në sipërfaqet pyjore. Bashkia ka vënë dispozicion mjetet e tonazhit të rënd, sepse duke qenë që këto janë mbeturina urbane, nëpërmjet ujit është e mundur vetëm mbajtja në kontroll. Mënyra më efikase për të shmangë këtë rrejnë e tymit është të mbulohen me inerte, me sasira dheu. Dyshohet se zjarri në vendgrumbullimin e mbetjeve urbane në Kukës është i qëllimshëm, ndërsa vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit.